Sa, po kam dëshirë me marrë edhe mendimet e dy panelistëve të tjerë. Shëndetje, sepse... Fillu unë e nisi. Fillut fiksimin pas politikës. Ashtë ma shumë unë e kisha full për fiksimin e... Deshta me të pytë, sa janë të fiksuar njerëzin në pamjen jashtme në Kosovë, më shumë ndoshta se sa rreth një argumenti që mund t'a jap dikush. Po me thonë të fillu prej pamjes të jashtme, unë vetë personalisht, jo ma e fiksume, normal edhe me punën që e bëj, unë jom vetë dizajnere, dhe çdo herë kur e shoh një person fillimisht më shkojnë sytë të pamja jashtme, mandej me e njoft. Se zakonisht kur ti je kurume dhe mban vetën, e tregon jo anë pjesë tanën, do me thonë të personalitetit tanë, po normal nuk është ajo pjesa kryesore, po në Kosovë, ose edhe gjithkohë që tash social media, kështu do me thonë rrjetet sociale, na kanë jep një kaje tjetër ku direkt ti kemi kështu një person se qysh duket, qa ka vesh, qa brendi ka vesh, ose diçka që e shet që nështë është e pazakonshme për neve. Unë e punis në atash prej njerëzve që kom po edhe prej punës, zakonisht kur ti bën pushime të mira, njerëz kanë me të pyet ku je, ose edhe të me thonë gjithë çka fillon aty te pamja jashtme. A ka ndodhur ndonjëherë me ndryshu perceptimin? Po kanë me të pyet nashta për çmimet, kanë me të pyet sa ka shtrejt ose qa bone, që shkova atje, do me thonë qaja është pikpamja e jashtme, asnjëherë... A të ka ndodhur ndonjëherë me ndryshu mendimin, edhe pse ndoshta ki dasht me komplimentu dikon për veshjen, po kur ki fillu bisedën nuk ka pas asnjë lloj argumenti. A ki ndrru mendim që ndoshta edhe një veshje bukur nëse s'ki argument prish gjithçka? Normal, po, se do me thonë tash pse je vesh bukur, e mandej çado që fol e ki me të drejtë, ajo normal dush me kon e kompletume me një farë fjale, edhe kështu me kon komplet edhe me fol mirë edhe argumenta edhe mu vesh mirë, se ka njëherë sado që dokesh bukur kur nuk jep argumentat mira, nuk mundet me kon një fjalë diçka e duhën, edhe mandej e prish komplet, që thojnë ka njerë gugjua është prej tullet edhe sa do adin që pëse kemi dok mire s'fol, s'është ajo adhe. Se ki pa ka njerë thejmë kuku shumë e bukur, kur filloj me fol. E prishi krejt. Është një teori që thot që veshja flet në emrin tom, po unë mendoj që na si shoqëri ende nuk kemi arrit në qatë pikë sa edhe veshjen t'ja përshtasim karakterit. Ka njëherë ma përpara shkojmë në ato vitrinat e dyqaneve e joshemi pas një veshje bukur, thjesht bukur ose trendi, se sa pas një veshje që ndoshta i flen karakterit edhe ngjyrave tona karakteriale. Po ti pse po mendoj që veshja është respekt ndaj vetës, njeri kur. Normal, shisho. Pra tonë e ka në fillim, për edhe njihet mirë edhe dokesh mirë, mandej kemi uni mirë, edhe je ma konfident, edhe kudo që hen kime marrë nashta ma leta të kjo ka të bëjë edhe me një lloj edukimi estetik. Unë për shembull kam punu me ekspertët në hartimin e kurrikulës për edukimin artistik, edhe për artin figurativ edhe për artin muzikur, edhe gjithkohon kur kemi fol për shembull me mësimdhënësit, me ekspertët kemi thonë shisha, na në shkollë për shembull nuk dëshirojmë krejt me bu piktor, edhe skulptor, edhe ku diun artist figurativ. Po përmes që ati edukimi dëshirojmë thjesht me zhvillu një ndjesi për të bukurën, për me regullu për shembull kombinimin e ngjyrave, formën, kompozicionin në një kontekst, tavolinën, dhomën. Në fiksim, ata ka me dojë... Ajo tani nëse te prohët, dikush merret veç me ato. Prej Smetit, sepse është i vetmi këtu në panel që nuk e kemi marrë ndonjë mendim të qartë, e pastaj kemi një kronik të cilën e kemi përgatitur, edhe do ta marrim mendimet të tjera në panel. Realisht isha duke ndjek me vëmendje diskutimin edhe më pëlqyn argumentet shumë. Unë ndoshta isha ndalë më shumë te kjo pjesa e politikës, polarizimit, shoqënisë e tjera me që vi prej çati backgroundi, po të njëjtën ku pajtona shumë e parafolsën që tha që gjykimi i parë ndoshta objektiv është edhe psikologjik në sensin se çysh do këtë tjetri, për shkak se ne para gjykimin e parë jo vetëm për njerëzit, por edhe për gjësandet e tjera kemi me pamje vizuale. Aty ballafaqohemi me herë parë. Po. Veç kush nuk vet çysh po njihesh. Veç çysh po dukesh. Është gabimi esencial në shoqërinë tonë. Se tek e fundit edhe një veshje, çfarë do veshje edhe me kon firmë ose me pas ndaj